Hoxh i respektuar. Ushtari UÇK-s që dha gjymtyr për Kosovën tonë. Një Anton Qeti ditëve të sotme që pajtoi qindra individ e familje ndër vite. Në Shqipol dhe rrëfimi nis me nën Selvete dhe bab Xhaferin, prindërit e Hoxhës Fatmir. Ai i heshtur i dëgjon sikur të ishte një fëmijë vogël. Zoj, besoj që ki kalu momentet vështira në jetë. Edhe jeta është e vështirë gjithmonë, është me sfida. Po pjesën kur e more vesh që ky Tarzani këtu është Hoxha i nderuar, është plagus. A e dita se dite? E qysh e kuptu? Jo, se kum kuptu dhe në kërën shumë vanë. Na njeken policia, që na njeken shkum në Kruj, jeton dhe na zishëm kur gjë për gjallë. Veç të ishëm ku asë, se që gjalla deka, hitë se kena ditë. Tani një letër e mërë, naja një letër, i vishin shoqnia, thësha pse mërë Fatmiri se erdhë. Thëshëm gjalla, ja pasosh i ka dala foti, s'munet më ardhë. U mërzit që? U mërzit që, po gjdo moment që nuk mërzitet një nona për e vladë. Edhe një ditë nga kish pashkru një letër, erdhë letër, me pru një Xhaferi, tha që një letër nga ka që Fatmiri, shnë mirë, jam. Po unë në letër e vrejta se, thash, qysh me shkru Fatmiri, thash kështu, atë qëfar shkrimi, qëfar nëzancë u konë. Fatmiri u konë gjithë nëzancë i dalume, u konë nëzancë shumë i mirë, thash vallaj, së është të mundshme me Fatmiri që ka shkru këtë letër. Po të dyshime, a? Shumë dyshime, këta tonë më bon nëma e Xhaferit, nëse Vjera e Xhaferit, qysh po thu kështu? Thash po unë e di mërë gjallin tem, që shu konë gjallin jam i afte, i zgjute, me shkru kështu. Shumë, thash keq, ja, sa shkrimi, a 5 vëshë isha heq, të isha, qa u bo me ta nuk e di. A ishit në kontakt? Xhafer, a ishit në kontakt, a heq nuk e dishit kua? Ja, veç me letra, 2-3 letra që të në ardhen, edhe me të vërtet, kjo konë shumë i shkallë për ka shkrimi, që alloj me maqinë shkrimit, ta të hershme nuk kështë shkru ma mi që ka shkru me dorë. Kjo, mu tek, hajde, nona jam Rahmet, shpirti, po s'to bo për Rahmet, tha, ledzo më bre qapë, dhe ledzesha 2-3 herë, ledzesha. Ledzo bre, pse bre ka që ka shkru kjo? Aty me duesh majt ashtë në ryshe. Edhe kjo për të tja, diçka u bo me Fatmira, thash, më se njellë këtë fjallë qëto, thash. Pse thash u bo? Ku për ti, thash, që e shok të, a kene shok, 2-3 shok këtu? A thash që mirë është. Jo, vallahi, tha, kjo tha, veç diçka u bo me të se qitë shkrim të kesh, as me kam Fatmiri, me kam me qëru ma mirë, se so me dorë. Jo, bre, thash, pa të bua kja shpejtësia në i sana, ku me ditë që që ka ndodhë puna. Hiq da, nuk dishëm për ato punë. Erdhen 2-3 letra. Po momenti i takimit me... Tanë, kur erdhen në Kosovë... Që shëndodhe, ku ndodhe? Po, pas i shlirimit, mas e erdhëm edhe na u këthym pe i Kruj, erdhëm në shpe, që më ardhë kajt e kaltë shpia. Erdhëm edhe mas 3 dite, 4, po, thot kë vloj Xhaferi, thot valloj Fatmiri, po vjesat, sante, edhe une na u gëzëm, si prind për e vlad, si të shumë që qërësi pështaj, të më gëzume edhe në krejt, ma holla, me prit, kur erë në bërë erë, thanë. Mramje, me prit në bërë, ku për efësë Fatmiri dorë në gjep. Në gjep edhe buzën. Këto, thë gjavë, thë Fatmiri Xhaferi ku, vëlloj ke plagus, thë Alia ta tjerë të ndeshje, tha, po më thëjnë mu, ka bo ndeshje. Thash, jo, në ndeshje, jo, po kënë luft ka kam, po halal i këf, thash, edhe gjinit që ja këmë, edhe tonë, po ja nisin po kojnë, unë thash, jom krenove, edhe s'koj. Qaq momentet vështira, trauma, po, alhamdulillah, ma se u pështu, se qa me bom. Momentet vështira, po dhe gëzem një të Po, gëzem krenari. Gëzem krenarisë edhe djallën e motrës ma kanë mytë në luft. Dhe dëshmori këmë të ra. A të mungëjke që ato muj zoni ti? Shumë mungëjke, qështë të mungëjke zoni. Se u konë këtë gjithë dhe qështë i areshëm, i gëzu shumë. Në adhon ke kuraje, në adhon ke tana, po qa me bashkaj në luft.
Nga gja, e deshe që djallit ka shku në luft? Vëllohi e disha mirë, e për atje që u shku nuk e kom ditë, se shkullë kë shkoj, po për shkullë ka orë në grupë, me sheshni, ka orë dhe atje, i ka koshare atje, ka hinë tani në Kosovë dhe këtu u plagu, edhe në kom ditë që u plagu këtu, e ka marrë shok, i ka rëndimën e parë, po këto kyky, 100 shpirë dhe i kësh posë. Me mente burë, ka hupë dorën, këtu në uflën këtu krejt, bilit të të nëllëtën e ka bëmë operacion, edhe tani qysh ka shku e deri në Tiranë, me shpirti djetivi, shokët e mirë, e nuk të lonë keq, e kanë qua aty tani në Tiranë, kër e kanë qua aty, e kanë shtim, ata kanë desh Tiranë, qysh kalzojnë ta, me është putë në dorën krejt, shokët që kjo s'ka dinë, me ka hupe dijen, tani kanë thata shokët, ta bënë një me në leju, spitalit të qenë për Istanbul, po mëre, e kanë marrë, kanë shtim, do me thonë qysh, me këtu plok trona, me këtu plagesa, ka shku në Istanbul, ata e kanë marrë, kanë trajtuë, si ma mirë, si në ryshë zbanë. Edhe nuk ja kanë këput krejt dorës, ata në Tiranë fa të ishin që të me këput. Ata në Istanbul ja kanë këput këtu. E kanë i ka cupën tjetër dorës që i ka med. Sët hoqën e këna mirë? Shfaqë zotit shumë mirë, shumë mirë. Edhe e ka familjen, e ka 3 fëmijë, si kur drita që i ka taftë, e i ka tanat mirat. Po, ka jekë shumë. A është për juve, a i vogli, a i problemi? A është? Pa i në shkollë, kërë konë 8 vjeqare, që tu kemë shkollës, djetë karonë sy. Këtë gjithmonë aktivitetet shkollës i pari numër në një. Që kërë i këqyri ka e fotografit, në knosh në adin, që shko me recitime, me sene, me krejt. Edhe po më thonë një djetë të bobë, kur që më shku, në gjithë nona u shku. Nona, e më shkeke për në zonë të më shku, gjithë veç më punë. Edhe, kur një djetë të pëtëret, drejturi pëtëret veç ty. Klos 8 është me kry, me shku në gjimnaz, apo dikon ti ka tek veç me dreze. O, për fasove të e cilë për Vallohi, që s'typet kisha ditur për qëfar me dreze. Edhe, po të drejturi shkova dhe shku, haj me të ta shku, vetë me veti thëmë, mos ka po t'i qka problem këtu më thiri mume, që na una shkeki, dhe dhe boba i tina. Ta marrë që këtë jolli, tha, qka ko, a pishtim ti, tha, a pishtim shoqja jote, a qka ko kjo, tha, pëse, që ka bo? Tha, kjo po tha, du me shku, tha, me dreze. Au, tha, shpo ma heke pak, vallohi, se o tu, tha, më zudë, në ka bo probleme në ikon. Tha, tina, a imponon, tha, tja, qka ko, tha, kjo, a të tha, shfa në zonë që jo kjo? Vallohi, tha, shi mirë është, edhe i stjelë shumë është, edhe e di që merë në këtu aktivitetet shkollës, qka ko, kretash merë, si në Mitrovic, si në Prishtinë, ku do që ka shkuë shkolla kështu, këj ko aty numër ne u konë. Tha, jo, kreti ko atu, tha, e për që ta sa të këmë thire, ta me thonë, mos ja impono djolit, vë typën për ja imponoj, për t'ingom, tha, se s'për ja imponoj, e qka për ta, tha, për ta me shkun me dreze. Po, tha, shani, të qako të keqe me shkun me dreze. O, pajtove të me atë? Po, vallohi, unë të qa më s'ka po t'i qka, ta shtu që më thonë për drejta. As për në gjënë, s'për di kush i. Tha, shvesh, Kovaç, a ti qka Kovaçi? Tha po, thash për Kovaçi le të shkon, veç le të bëhet Kovaçi mirë. Mos bëhet Kovaçi keq, për le të bëhet Kovaçi mirë. Thashe, ka dunë le të shkon, se për që tam ke thira, ka dunë thërsh le të shkon. Qaj punoj kërkujna, ditën e mirë. A bëhet laf masë nej me... Po, qëshë, Edhe? veç me dreze. Vallohi, ta shkoj. E kësh grit kryt, veç me dreze, shkoj, u regjistru, e thërën provim. Më im provim, më duke se shumë konkurenca më o, rëzëshin provim, i parin provim apet. Jo këti në shkeshin shumë këtu, mësimi shkon shumë. Apet provim atje. Edhe ja pator shkoj tani që shtu nesë, në rëndë. Vallohi. Së t'jeni të gëzu për atë? Të gëzu mje, po ku gëzu pa dorë. Ku gëzu pa dorë, vlo. Po qa keme bo? Qa me bo? Ma mirë pa dorë se pa krejt. E vallohi, kjo Bob, tha, unë im shku me dhonë krejt shpirtin. Në luftu që kësë, në luftën e Adem Jasharit, tha, unë e tha im shku, se unë i bërtita pak, kër e pova ashtu, masanej, pse më shku, pse kështu, tha, unë im shku me dhonë krejt shpirtin, po zoti ka dirve që dyrë më ka morë, që tu pak këtu, tha, në rejqët, tha, kjo, edhe dyrë, tha, sanë, vallohi, tha, që ta është shka ja petha me bëdhirë. E mu buti shka, thonë, e pari, ku me bërri, tha, aty. Ma, më rëdha, qyshta po më thu, tani mu këthy mu këtu. Hajtë, tha, bërë qa du. Shako mi po. Djallin e ki këtu, e komandantët në gjykim. Që vëllë aty për ciljen,
pe kur ja ka nisë. Po shqyqyra për thëmë që së është të vade me shkjo këtjerë, se la ishtë që tu, po ma mirë ka shku aty në verë ku duhet me shku, edhe ka shku e që të me po që të borë, e sy ka tërsue, e me quti për brë shpinë tome, e po me marrë me të quti në hokë me të gjykue, ja është më zdo ma kesh për neve, që ato ko po kështu, që ato mu bohe, halo të sensë, të di, më laj për mlime në shpinë, po s'po këm që me bo, që me bo, s'po di qysh me një mu, s'po di. E, kryesor, njerës, kryesor, bre. Po e sot me Mercedes me më qunë Tiranë për te me shku. Po këta kampë të shkretit kanë shku, ne për Molle, ne për Lëq, ne për Bërë. Këta të terene i dim tosë, ta është përshim një përshkim tonë. Na përshkim rrugës, asfaltit. E, a këta ka shku ne për Molle. Ka 10 ditë të shku. Lëq, Bërë, Mraz. Jenë ngri, bre, të eshit i ka ngri në trup. E sot me thosë kam bo kur qotë. Disa njerës tëndë, se për ta tujta, ne di, na Sërbia që ka me na për neve. Po ta tëndë. Shola këtë në zotë ju një mënë, se vëlla e keqë. Hajde, bismillah. Popën e poetë, si ka dole, Hajde. sa obligime, se gjamia atje, të pajtime. Dhe me të dorë tonë. Nona, popa e. E me të ka pasilën të e pu dhe e s'ka të rutë kajnë. Mishë se erdhe, Milat. Faleminderit shumë. Po më vjen keq që jemi në renovim, por edhe kjo është pjesë e punës xhamis. Xhamia sikur shtëpia, duhet renovim, do në meremet, edhe kemi fillu së bashku në koordinim me Bashkinë Islame, por edhe me këshillën e këtuhit tonë, Shqipolit, gjithçka është duke u renovu, është duke shku për mrekulli, një vepër shumë e bukur. Këta pleqët e pleqëve tonë e hajnon amanet këtë xhami, në kryu me Ibrahim Kurtin, e plot burra tjerë cilët do më honë para 50 viteve, në kushtet 8 të randa në okupimin Serboslav, kam pas fillu me maru, edhe pas taj unë para 20 viteve, tash i bëj fix 20 vjetë, është vet jubilar i punës tem aktive, edhe ka dosh Zoti bashkë me xhamat edhe njerëz dashamir tonë, e kemi zgjaru. Edhe pjesën tjetër, por si vjetë të nuk do të kemi mundësi mu falë taravit, po inshallah, kemi pjesën dhe nikësin tjetër. Po besoj që ka nevoj edhe për renovim, po edhe për ndihmë prej secilit. Secilit që e nin vetën me na ndihmu edhe mu kam pjesë e arkitekturës xhamisë Shqipolit. Shqipol New City. Mashallah. Kemi pjesën tjetër ku do të falemi. Edhe sa shumë është interesant, naltë e kam edhe odën me këtebi Bacit Met, do të ngjitem edhe lartë. Plus edhe zyrën e kam. A ki paramenu në herë që keme qenë imam e kësa gjamiës? Shumë interesant, shumë interesant. Unë jam rritë këtë gjami. Unë jam rritë, kur ka fillu gjamia, mu bo, do më honë, në 86, kur ka fillu përpjekjet e para, e moj men, i kom pas 6 vjetë. Jem ka në klasën e parë. Edhe shumë është interesant, kështu e kom pas një ndjesin shpirë se po do t'jem imam, por kur nuk kom pas guximi me artikulu. Okej. E ke mojtë vete? Po, e kom mojtë në vete. E masë mirë të qaj që i njën zërat e shpirtit është Allah, kriju si gjithësis. Edhe ma ka plecu dëshira. Apo shkojmë pjesën në Pa tjetër. Hajde. Mishë se ke ardhë. Faleminderit. Kjo pjesë? Kjo është pjesa e re e xhamis, e ndërtume në vitin 2006. Për shkak se në atë kohë kur u bëra imam, me të vërtet ishte një mbi popullim shumë i madh i xhamatit. Vetëm në xhumo ishin afër 2000 vetë, nuk ishte kapacitet xhamia vjetër. Edhe në koordinim me Bashkinë Islame dhe me të gjithë këshillin e Shqipolit, vendosëm me vendos xhamisë Shqipolit një aneks, një 2 kat, 18 një pjesë dhe 18 pjesa tjetër.
Kështu që parafërsisht 1500 vete në zanë më falë, edhe me aneks, edhe me 2 kate, edhe pjesën tjetër, plus qardaku, pjesa vjetër qendrore e xhamisë, dikun afër 1500 vete, lirë shumë mundër më falë. Lexo. Urdhëri parë i fjalës Zotit, i zbriti Muhammed Mustafa alayhi salam. Lexo, mëso, studia. Milot, lexoje jetën. Mëso edhe studia, ngritu se të kanë ngrit Allahu, o njeri i madh jeti. Faleminderit. Respekt. Këto do të falem e teravit, këtë pjesë do të falem ne, kurse pjesën nalt motrat besimtare, tash në gjitëm edhe lartë, eshe edhe me ktebin apo vend leximin, ne i themi edhe Oda e Bacimet, për shkak se Bacimet ka qenë njëri prej njerëzve më të ngritur, më të avancuar të kësaj nahije, edhe para 1 viti aksidentalisht ka ndru jetë, është mbyt me vetur, edhe falë Zotit ati kof shumë falë, që ai ka qenë ideatori asaj Ode, edhe pas vdekjes tij na kemi realizuar më njëherë. Hajde po shkojmë. Hajde po shkojmë. Tamam, ode pas ke bo. Od Tradicionale, a? klasike, tradicionale, me elemente ka pak edhe të modernës. Veç, me të vërtet, kjo është një përgatitje shumë e bukur për xhamin. Këtu xhamati, gjitha hallet dertët, edhe njerëz tjerë vinë për gjitha anëve të shqiptarisë, edhe dash Zoti i zgjidhëm, i pajtojmë, shpesh herë konfliktet e tyre ju dhojmë kohje. Normal, e kemi edhe një element tjetër gjatë pajtimeve, që vendimet e pajtimeve nuk interferojnë në vendimet e gjykatës. Kështu që për këtë punë, që thot populli flej doth. Jam komplet i kënaqur, për shkak se unë vetëm krijoj paqe mes palëve, çështja tjetër me të pandehurit, absolutisht unë nuk mirëm, as nuk më intereson çështja e gjykatave, ata bëjnë punën e vet, unë bëj punën time. Unë jam pajtimtar, nuk jam pleqënar. Plot njerëz më kanë thonë që duhet me lidh me një njeri tjetër të madh të kohës, Anton Qeta. Dikush më tha që hoxha është një Anton Qeti ditëve të sotme, e përjeton këtë ndjenjë të pajtimit familjeve. Unë mendoj që çështja pajtimeve është dhuratë e Zotit. Të parët thonë, në këtë rast po flas prej viteve 80-90, kur suprimua autonomia, kemi rënë në një rrësirë të okupimit klasik të serboslavëve, me plot kupimin e fjalës, njerëzit e kohës, në krye me Anton Qetën, Hoxhi Idris Kakrukën, e shumë dietarë intelektual, se me siguri ju hin hakmi mos mi përmend emrat e tyre, po janë të skalitur në historinë më të re para luftës. Ata i pajtun shqiptarët për të kriju atmosferë të bashkimit edhe goditjes së robërisë. Për ndryshe nëse ne nuk do të ishim të pajtuar, çysh do të rezistonim përballë një superfuqie siç ishte Jugosllavia, në këtë rast Serbia. E tash më pyesin plot, pse tash mas luftës hoxh merresh me pajtime? Se tash jemi në fazën e re. Jemi në fazën kur do ta ndërtojmë shtetin. Po nuk ndërtohet shteti pa u pajtu. Nuk avancohet shoqëria pa kanë ujdi të plot. Prandaj ne mundohemi, nuk jam i vetëm, plot të tjerë shok, hoxhallar, njerëz të cilët kanë autoritet. E lutem Zotin e Madh që t'i pajtojmë popullin ton, edhe të hapëm dashuri. Dashuria bashkan, urrejtja përçan. Është ndjesi e mirë. E përjeton ato zemrën tonë. Po ta tregoj në mënyrë figurative. A erdhëm prej derës? Unë i pres këto. Para mendote tash, njerëz të cilët vinë me shtri dorën në pajtimit. Ata vinë me plot mllef, vinë me plot mërzi. Por ka dash Zoti kemi arrit me menaxhu mërzin dhe mllefin e tyre. Pasha Zotin momentin kur e zbresin dorën e pajtimit. Me automatizëm, me automatizëm, aja urrejtja, aja gaca, që është përvlu shpirti ti, zbret të aji cili ka shkaktu këto. Sa e meriton me marrë, jo kë. Se kjo bëllë ka mungese në babës, djallit e kështë më radhë. Vinë me një pamje tjetër, vizuele, dali me një pamje tjetër.
Unë e mendoj, përveç se kanë krenarin, për atë njëjtën kohë të ardhmen unë propozoj, bive dhe bijeve të shqiptarisë. Vetë që të fenomen ta studiojnë ardhja edhe dalja për i gjamisë. Është fenomen psikologjik që do të më marë akademik për Harvardit e deri të qendrat më të mëdha studimore, psikologjike. Jam i bindun që mirën me këtë punë. Ta shoni buzëqeshje kur ti përmend. Kjo është mrekullueshme. Për shkak se arrim fëmijët me shku sigurt në shkollë. Edhe kjo plaga shekullore që armiqtë tanë na kanë kriju. A e din milët që na kanë thonë të parët tanë, Brahim Kurti, Hoxhi Drezka Kruku, Anton Qeta, plot njerëz që i kanë bardhë këto heroizma, edhe na kanë lënë yrnekun gatshëm, domethënë shëmbëltyrën e kemi hazër, që me një pushk Serboslavët kanë arrit me hasmëru edhe me i vrash shqiptarët. Ja ka marrë këti, ja ka dhënë atij tjetrit, ti dil me hak, ai tjetri ka marrë hak, e ka vra. E ne kemi arrit falë Zotit që me mbyll. Po tashmë në vita mbyllë hermetike. E pave kupollën e xhamisë, unë shpesh e përdor në jargonin tim popullor, tham, këtij problemi do na mjavënu sikur kupollën. Ka po kupolla e ka pamjen e plisit bardhë. Edhe hermetike, trak, edhe mbyllën çështjet. Kjo është kënaqësi. Po çoni fal buzëqeshje po dhe syt në lot. E vërtetë. Të prekin? Shumë. E përjeton se cilin rast? E përjetoj shpirt. Se përjetoj atë plakun i cili vjen me shtri dorën në pajtimit për djalin, sikur të ishte plaku dhe baba jam. Ti më herët ishe të unë e pave babën. Më arë baba jam me falë gjakun e tem apo të vëllau tem, apo të nipit ti. A disa është e vështirë. është shumë e vështirë. Ose edhe kundërta. Kemi raste që baballarët, shumica absolute të këtyre që i kryjnë këto vepra të randa, nuk i bojnë me dijenin e prindreve, as me koordinimin e tyre. Çka ka faj baba, çka kanë faj vëllezërit, çka kanë faj njerëzit, cilët për shembull runa zot, unë kam një vëllon Suedi, runa zot, ai më çu me vradi kanë atje. Na do të më mbyll të gjithë sipas ti kanonit leg Dugaxhinit fatkeqësisht, që është do të thotë primitivizëm. Nuk e meriton shoqënia në shekullin 21. Le të mirën me autorin e veprës apo të krimit, e jo ne pastaj me gjithë të tjerë. Kjo është prapambeturi. E na këtë prapambeturi, na breze i ri, me të gjithë, pavarësisht qofshim hoxhallar apo periferia, apo qofshim xhamati xhamive apo të kishave, ne duhet urgjent ta ngritum këtë vetdije. Mos lejojmë të tjerë të na shfrytëzojnë këtë prapambeturi. Sa raste deri sot e ke pajtu? Kam raste shumë randa, raste unë i cilësoj në 2 pjesë. Rastet të cilat kanë me fatalitet, janë afër 100, ndoshta edhe kam te kalu si kam gjitha të shkrime, në shkruara, edhe të tjerat do të thotë janë 900, komplet në total janë 1000. Të tjerat janë plagesa, do më thonë, kështë më rathë. Ja kom bo, një hizmet shqiptarve. Vish me një dhe 1000 e jo me menu që 1000 shtëja dhe ka 5-6 antarë të familjes janë 10.000-15.000 veta. Një mbo se bep me rujt gjakon e shqiptarët, nderin, moralin, me kriju pache. Se jemi në shpinë e Zotit, jemi në shpinë ku frymëzohet e burohet pacheja. Shqiptarët po ke krype zemër, pritin e tyre kam. Unë e thamë, inshallah në trojet tona gjithmonë bukës të themi bukë, e ujë, me bismillah, me elhamdulillah. Jemi vëllezër, na duhet ecim përpara, jo të vritemi. Nuk ka problem që nuk zgjidhet, nuk ka shtëpi pa derë, thonë plecët. Po shpresoj që me emrin e Zotit do të vazhdojmë këtë punë derisa na rre damarin qafë. Respekt. Hoq, të regëm kur vendose me qenë mi përkushtu fesë. Ishtë diçka që me gjenerat shkëjke, apo ishte rastësi? Në sytë tonë duket rastësi, ma dje na thojme që rastës është mbret i botës, por pa tjetër se edhe ata sytë tonë që e shohin këtë veprimin tonë në rastësi, është pjesë e caktimit bukur të Zotit, ati kofë shumë falë.
është mendoj vendimi më i bukur i jetës tem, që kom marrë me u kanë shërbëtor i fjalës Zotit në tokë, hyzmetçar i popullit, edhe një njeri cili prapi paqen, qetësinë mes njerëzve, me tregu drejtën tash po frymëzona nga e kaluara në vitin 1999. Në vitin 1990. Une i kisha vetëm 10 vjetë. Kam qenë i lojtar futbollin e kom pas marak shumë. Edhe për nga futbolli, me të vërtet kam lujt bukur, faleminderit për Zotit. Edhe lujta mirë, i dhash do gollat mira, kur se harrejnë, ato kushtet, të kujtohet se për afërsisht jemi emocionik. Edhe agja po vjen, tash i ka 80 vjetë, Allah e rujt me Gjen Hasan. Edhe po më nalë. E morri topin, thash, agj me ep topin, atë që kam tha. Nuk të ka falë, tha Zoti, tha ty, për futboller. Po të ka falë, tha Zoti, më konë lider. Thash, lider? Unë isha atër edhe, qka është lider? Kur se kësha ni? Tha, më konë i pari i popullit. Po thash, i pari i popullit, qysh? Tha, ti duhesh ta me shku për hoqë. Që? Se hoqëa është lider. O, thash, hoqë mu bo si kur Molla Aslani, ata hoxhëllar të vjetër, Molla Bajrami, Molla Abdullahu, ata thash unë shumë, pejtash ta do të më janis. Kom me të ndihmu Zoti, kime pas një ardhme të begat. Mi tha, do fjallin kurajuse, në ashtë ta mjërë decidive, nuk i mboj men gjitha. Edhe thash, thash, ama topin që besa. Se të isha me plotësu lojen. Me vazhdu lojen. Edhe me të vërtet e ku mojt fjallin. Unë e kam shtirë me thonë, po, mi lëtë se ma tani joja nuk ka rikëferc. Edhe vazhdova. Po, vazhdove. Vazhdove, unë deri në vitin 1994, në ato kushte që kemi pas të edhe para luftës, do më thonë, kam qenë pjesë e shumë aktiviteteve letërare, kam lujt dram, kam pas rolet ndryshme, pastaj kam shkru shumë, kam poezi, kam recitale, kam recitu, kam qenë njëri për recituzve më të njohur në nivel të asoj kohë të Mitrovicës, po edhe kemi pas gara, po teste, garat interesante, e moj mend, po të kalzoj një detaj, në vitin 1992 në Mitrovicë, e gjithë shkollat fillore dhe të mesme kam pas gara, sa shumë është interesante, për shëndeti priktujt Shaban Mehmetin, edhe Beqir Kajtazin, edhe profesorin tjetër Ylber Durmishin, pa tjetër, e bilim atëre ka qenë, fesa pa të ndalu rilindja, pa të ardhë bujkun, të kujtohet. Edhe për herë parë unë dalë në gazetë siri i fitoj garat e Mitrovicës. A dhe në cilën pyetje pa të më shku barabart me një shkollë, nuk e mboj men, të Prishtinës, më do këtë Gjevdet Doda, nuk e dita, është nashta mujë me gabu shkollën tome, edhe kena shku në finale. Pyetja ishte kështu, pyetja decisive. Çka të regon po e manajnë fërashërit, fjallet e qiririt? Ata shkollës tome, e dha një interpretim, po... Na konë matematikë, edhe e dha një shumë interesant, qashtu në ranë pytjet, atë do keme i zgjedhë kështë. Ata hygjë me ba pytjet, përgjith është ka dalë, se ju nuk e dini mirë, se ishte finalja. Edhe unë e dham, kur nuk e harraj, tham fjallët e qiririt, shkrimtarit tonë, edhe relindasit tonë, na e mfrashtit, thonë se njeriu i cili jep mund për popull, për avancimin e tyre, për ngritjen e tyre, intelektuale, emocionale, i përngjan qirit, a jep dritë, por vetë shkrijet. Të gjithë shkolla, aplauzë më qonin kështu për vjetat. Dishka do të me përmenu, hoqë. Një roman e ki shkrujt. Po, e kom shkruar. Çka ndodhi me atë roman? Po, ai roman ende se ka po dritën, për shkak se në vitin 1998 unë kyçna në UÇK, edhe pastaj ndodhin debimet masive, si që e dini, shkijet neve na i kallin, gjithçka që kemi pas, edhe në zhduket ai roman. Përveç një pjesë e vogël që ka mujt nona me rujt dikën, si kujtes prej meje, kam shef, edhe kur ka ardhe ka gjetë. Kam me diçka. Po, unë në kujtese kam krejt, e tregoj Shqipëria e pas luftës, Shqipëria e pas sistemit komunist, post-komunist, e komplet Shqipërin e personifikoj tash një djalë të ri, i cili
do të thot del prej një sistemit ateist, që s'beson Zot, edhe qysh e lyp të vërtetën, edhe e gjen të vërtetën, edhe e titulloj I riu në Islam. Kështë e kom pas titullu, kur sa harrej. Edhe diku 905 faqe, janë dorë shkrem, krejt, po fatkeqësisht ka shku ajo pjesë, kam dëshirë me e rikthy, me pas kohë, po është e vështirë. Vështirë me mbajt Shumë është me mbajt mend, shumë është interesant, edhe emocionet asoj kohë që kam shkru. Pastaj në vitin 1995 kemi pas një organizim me herojin e popullit ton, të UÇK-s Artim Jasharin, me plot burra të tjerë këto Zotri Muhamedin, plot të tjerë për motivacionin e rujtjes së shkollës shqipe. Edhe Zoti ma ka mundësu, bili ky Muhamedi më tregon, është një, domethënë, tash dëshmitar okular, thotë e ke marrë thotë një ligjerim në vitin 1994 para Hamzi Jasharit. Shumë interesant. Unë nuk e disha I Hamza ka qenë. Po çfarë muzike ke ngu? Unë jam rrit në muzikën popullore, folklorike, edhe domethënë ja, si unë kanë absolutisht. Unë të kallëzoj drejt, unë edhe me kanë që I kam pëlqyt kisha thonë, po jo, unë jam rrit në për oda, o millet. Jam rrit në oda, vëlla, me rapsat të mdhej, Sali Bajramin, burrat mëdhej tjerë, të cilët Byte Sefës, pastaj kështu plot njerëz të tjerë. Ma momenti kur vendose me shku në I tregove familjes? Në vitin 1998 na vetëm, domethënë të edhin me vrasjen e familjes Jashara, në krye me komandantin legjendar. Ne ishëm në medrese, vitin e 4, ishëm maturante medresës. Edhe mësimet që I ndjeknim në atje, tash muftia juni I Republikës, Naim Efendi Tërnava, Allah e rujt, e plot hoxhallar të tjerë, gjithmonë na frymëzonin në atë dhe dashuri. Edhe diçka është e madhe, edhe sipas besimit ton, njeriu me mbrojt pragun e shtëpisë, njeriu me mbrojt nderin e familjes, njeriu me dhon, domethënë sakrificën më sublime për të mirën e përgjithshme, në këtë rast lirimin nga robëria dhe zgjedhja e Serboslavisë. Edhe atje u frymëzuam na, edhe në vitin 1998 na e kryenëm, se zakonisht maturante e din, e kryen më herët shkollën, edhe unë e mora diplomën, edhe për shkak edhe drejtën prekaz. Drejtën prekaz të familja e bekuar herojt ton kombëtar Ilas Kodra, atje u themelu njësit I Hoxhës Ekrem, ato isha domethënë prezent, edhe isha njëri prej pjesëtarëve të parë të atij njësitit në udhëheqjen e herojt ton kombëtar Ilas Kodra, edhe kështu që pastaj si një I ri, shumë është interesant se një pjesë e madhe e shokëve të mi ishin pas pranuar për universitete prestigjioze në Kairo, në Stamboll, në Medinë, unë mbeta, po mu mbyll dera atje, studim mu hap dera e kontributit në luftë. E falenderoj Zotin I ri, domethënë isha shumë I shkath, isha me plot entuziazëm, me plot dashni, me plot vullnet. Veprove ku kam pas nevojë, domethënë ideal I shkath, zakonisht në fshatrat e Drenicës kam kontribu, një pjesë domethënë në fshatrat e Dugaxhinit, po pjesa qendrore, aktivitetet tam u kanë në Drenicë. Edhe sa shumë është interesant një detaj, nuk du me harru, du mi përkujtu dy shok, cilët sot I kam dëshmor të UÇK-s. Është Arben Hyseni, për Shtimës, cili është ra vetë I 47 burr në 14 dhjetor 98, zbashku me komandant Kapuqin. Në Pashtrik. Njëri prej tyre është Arben Hyseni. Kur jemi nda, hajtë tha se takohemi shpejt me ka po. Qështu me ka po? Edhe ma kur nuk e kom po, se u vëra. Ato jemi nda në drejse. Edhe Nusret Musa është I vra me 2 maj 99, prak përfundimit luftës. është vra në majet e larta të
Shpicelit atje në lartë në shalën e Bajgorës. Kër imi nda në Nusretin, a i shkaj në zonën operative të Shalës, unë në zonën operative të Drenicës, të Xhamia Haxhi Veselit. Edhe e kom dhënë 2 libra, unë kam shumë admiru si librave, i shkrimeve, edhe sa shumë është interesant, i tham Nusret, po është zotin, librat me rum. Po është zotin, librat me rum. Pa ta dho, tha, besën e shqiptarit, atë dorë, ma tash nuk e kam, i mbi përshëndet, gjalla dek, tha, kom e t'i kthy. Vallaj mojti fjallin për zdekti mi kthej. Vallaj për zdekti mi kthej, milat. Baba i ti Osmani e rahmet pas shpirti, mas ju kry lufta, unë nuk disha që a është vëra Nustreti, se vete isha gjendjet shumë të ranë. Kur herdha baba më tha, Nustreti, tha, është vëra shumë mërzita. A shkojmë thash me po nanën sherife, nanën e ti, edhe babën Osman. E shkojmë. Kur shkojmë, Si më ju hi djali si më hi djali vetë. Nuk di me të përshkru, nuk di me të përshkru burë çfarë emocione. Veç u drellë shane. Edhe pe asho kesën me libra, qyshja kom dhonë, qashtu a i më pritke. Osmani, bashkë me librat e mija, që e kish lona manë djali. Tha Fatmer, Nustreti, tha në andër, tha që 3 javë ditë, po më thot babë, tha, ktheja librat Fatmirit, që ja kom dhonë besë. Sot i ki librat. Edhe je krenar për ata shok. Jam krenar edhe Edhe tha, për Agja Osman tha, Nusretin e kam për ahiret djallë, e ty tha të kam për dynja. Sa mirë, Sa bukur. sa bukur. Po ta është të dytë kanë vdek. Ka edhe nona sherife, edhe baba Osman. Jo shku të Nusretin që në atë. Klëm të ata. Rëfime emocionale të cilat Më falë, të lutëm. Jo, kjo vjen për shpirtit. Edhe nuk mundesh me i ndalë. Ja. Emocionet është shumë shtirë. Vërtet. Thush na gurri seme. E vërtet. Tavëllin seme, jemi njerëz gjallë dhe Mu, që do të mëdhimet- përjetu njerëz që se përjeton këtu. Mëdhimet Arbeni, e Nustreti, e plot shok të tjerë që nuk kanë vra, nuk kanë qenë të martum, nuk kanë lanë fëmijë. Kër kisha fëmijë të vegjël, i merrsha fëmin edhe shkojsha te nana sherife. I dënte, o zot si koma i pat. Kështu mi letë. S'ka pa sakrificë. Jo. Nashta është kes me të kthy me një moment, momenti kur ndodhi momenti i humbjes dorës edhe asaj, edhe a mendove që aty marrëj puna jote? Unë tash me 21 shkurt i bëj 46 vjetë. Ajo datë kur i bona unë 19 vjetë. Tash 27 vjetë, më thonë, pejtashe. Dykun në malet e Dugagjinit afër kufirit. Isha me një amanet për i Laz Kodrës, e prorëve tonë me qunë në Dugagjin. Edhe për ju thamë shokëve në një kohë ku nuk minuti ishte të më jeta vdekje, lema ora, të rrëthum, të rritën, të shtum, gjendje shumë e ranë, njerëz martër të vëram gjithandej, shok, të plagum, o Zot, o Allah çfarë gjendje ka të rahyrë. Për thash të kthej pak atë gjendje, thash a i deni mërë thash se nëse të kam do të lindjen. I kom bona në 10 vjetë. Do më bo burë mërë, qënë burë. Po jera është pishman që ju kalzova. O qunë me qkytë në teshat. Shok e lartë, e nëse me burë të më gjujtë shokët. O zët, kur së herrej ato. Edhe presoj date, deri kur ndodhi fix të ditë, me 1 mars,
e ramë prit, edhe humba dorën se më kërsiti bomba, po na foka jam, po shprej në zhargonin popullor, vetëm pjesa e parë, kapsula. Unë e primi shpetu 22 shok, se ka mujtë më shty tjetër nanë, edhe besa mu largu, në ashtë edhe si i ri do të arsuetosh atash po flas prej këti kënd vështrimit, jo i manur, në asë një rëthonë se na kena, do më thonë, parime në këtë rast, se njëri prej mëkateve që nuk falet, është edhe mja këthy shpinën istikamit, apo vijes frontit. Edhe nga këto mësime në medrese që i kom mësu, edhe pi hoxhallarëve tanë, vendosa me dhonë jetën, me mbrojt shukët, edhe hyra për shukë. Tash gjithë ata janë, mashallah. Janë mirë. Kejt janë mirë, i rujtë Allah, e unë që ai invalid. Kom pas peripetit më daj, gjak derdhe e madhe, e di që veç kom ra shahadet, kom ra salavate për profetin a.s. dhe kom thonë, a ka darsum pa mish? Thash, mo t'i s'kena hangër mish, e di që atu ku, edhe, do më thonë, dashti Zoti, i thash, mos më lenë ndur të shkive për i zetë Zotit. Edhe Allah ish përbleft, të gjitha ata shokët e mi, kam ba, do më thonë, të pamundurën dikur, ka mjetet shumë primitive, dhe i sa dalën pjesën tjetër, atu më ka orë vedia, e di, edhe më thonë që na duhet me ta amputu një pjesë dorës, se mbeti dora shumë keq. E kum pa krejt një shok e heki, maicën e qkyti, atë bluzën që e kishtë tu që kës, edhe më kam sjell dorën, e mas një kohë, mas një 12 ore, mas i më kanë tërhjek, edhe kemi dalë një zonë pak ma të sigurt, ato më kanë bën një ndërhyrje kirurgjikale, shumë e vështirë, pa anestezia. Qatë pjesën tjetër, ato më ka u vedia, më ka ardhë, kënina kisha komplet nofëllën e shkatërume, unë nuk di që shka mujtë me full, tani dikur s'kisha mundësi, pik gjak derdhjes të madhe, kanë rrezik, unë me mu bloku se komplet goja me gjak, edhe pa vedije, por një motër medicinale, dyko nuk e di ku më tregojnë shokët, që aja u bo sebeb të ka pështu, se ka qenë mundësia, unë ngri gjaku këtu edhe me mu bloku, e pas taj qysh më kanë që dhejnë Tiranë, atje një kontingent tur ka marrë shumë ish ushtarë, tu që kës pa vedije, njoni pa kame, njoni pa dore, unë e kështu me radhë, edhe dikun 17 dit, 21 dit, edhe që shumë është interesant më rëbur hera parë pe kalzoj këtu, në andër para se të më kthehet vedia, e kum po vetën të pranum në Universitetin Islamik në Medine. Edhe kur më vjen vedia, unë isha i shtrim spitalit, nuk desha ku jam, absolutisht, valla thash në xhenet. Kur pinjet ato fol turqisht, thash në xhenet. Ka pranu. Ja, thash turqisht nuk flasin në xhenet, se na thojnë kena me fol në gjuhën e Kur'anit, arabisht. Thash subhanallah, po shumë shqiptar turqis që kanë dalë shumë herët, ata na kanë dalë, ndim shumë. E vinë edhe na flasin, edhe më tregojnë se ku jam, nejse. E marrë vete, nuk disha tash, më kanë hub 2 dorë, tani dorë, kur e kom zbulu që e kam dorën, aty sa gëzimi madh, se tash njërë inerciale, kur plagoset kjo kapet, a ki parasysh edhe bëhet me gjak, kjo tjetra. Mas një kohë më vinë shokët, më pa plot shoke njerëz e kështu me radhë, edhe më thonë urimi e pranu, thash e di para juve se kom pa në andër. Allahu akbar. Shkurt, Urna. a i ki ra pishmonit ato që ki bu, Kur? edhe sot kur t'i she ata njerëz në Hagë, Ata njerëz kur ishin në Hagë, ata janë ish e prorët e UÇK-s, bashkë themeltarët e Adem Jasharit, Kauzës ti, që sot i shkon gjallë, shumë bukur e tha baba, ma herët në intervju, ti shkon gjallë Adem Jashari bashkë me Hashim Thaqin, ata do të ishin në Hagë. Për shkak se akuzat janë fabrikume në kuzhinat e Moskës edhe të Beligradit, të artikulume me plot shqipfalës. Para mendo, qëfar ugërzie janë këto lajme, që në rastin e Miloševićit janë 60 shqiptar dëshmitar, në rastin e Katërshës, e prorëve të ish UÇK-s, janë përmise 200. Kjo të merë. O burr, kjo është sikur njeri mira vetës. Historia, është pyetje kauza, është pyetje shtetësia, është pyetje liria, është pyetje ardhmëria e bijve dhe bijave tona. Prandaj, e lusë Allahun e madh, që ata natën e Ramazanit, o Zoti i madh, këto natë e bekume,
O i madhi Zot, drejtësia ta thot fjalën e vet. Edhe jam i bindur në Zotin e madh se ata shpejti do të vinë në Kosovë. Fitimtar e paqëdashës e të ecën përpara. Pozitë e opozitë na duhet jemi një. Diçka që lidhet edhe me familjen tonë. Po je prej rasteve të ralla në jalon emrin djalit Adem Jashari, E vërtetë. edhe mbjevni. Emër mbjevni në një frazë. Si me qëllu italian. Se italian zakonisht i kanë... Po me 3-4 emra. Djalit ja kom lënë emrin Adem Jashar, edhe e kom emërtu me këtë emër edhe jam krenar. Sa e di unë jam i vetmi i cili djali jam e bardh me krenari Adem Jashar, Fatmir Latifi. Bravo. Faleminderit shumë, respekt. Elhamdulillah. Po duhet edhe një mesazh. Jemi në muajin e shejt Ramazanit. Po ky mesazh duhet me shku dhe gjatë gjithë kohës. Për një mos përçarje. Po shohim shumë komente si në këtë anë si në anën tjetër. Duhet një mesazh tonë që me shliru këtë popull prej Kësaj ngarkese pa nevojë. Ashtu. Pa nevojshme besoj, ha? Po unë kështu tham. Ata të cilët na kërkojnë neve, kemi veç musliman pa shqiptar, vallaj në hak janë islami duke i hy. Kurse ata të tjerë, cilët kërkojnë për neve, jemi vetëm shqiptar, pa islam, vallahi, billahi, tallahi, po betonan Zotin e madhnushëm, janë të hynë hak shqiptarisë. Kush e lufton islamin, në emën të islamit, është armik i islamit. Kush e lufton, shqiptarin, në emën të islamit, desha të thëmë, është armik i islamit. Ose kush në lufton shqiptarin në emën të islamit, është armik i islamit. Na i na vllazën. Po na i na vllazën o burr. A tjetri është shqiptar katolik, shqiptar ortodoks, është vllai i gjakut tem. Unë jam shqiptar musliman. E unë jam vllai tyne i gjakut tyne. Dera e kishës ti ka me kanë e sigurt për derës xhamisë tem. Kjo është emanet Ismail Qemalit, është emanet i Sami Frashërit, i Pashkovasës, i Luiç Gurakuqit, i Jani Vretos. Sultan Abdul Hamidi, kur e ka kërku abetarën e parë shqiptarët me themelu, e ka thirë Sami Frashërin. Sami Frashëri ka thonë, nuk muj une i vetëm, sepse i kam e do vllazën gjaku tem të besimit ortodoks, e të besimit katolik. Ka shku ka bisedu me Pashkovasën. Pashkovasa ka qenë i besimit katolik. Pashkovasa ka qenë nxënës i Hoxh Hasan Tahsinit, rektorit parë universitar, nivel dërkombëtar në Stambullin e sotëm. Edhe shku e ka marrë një pej katolikëve, Pashkovasën, një pej ortodoksëve, Jani Vreton, edhe të tretë si vëllezër të gjakut kanë hyrë në oborin mbretëror të Sultan Abdul Hamidi. Kjo është e vërtet, por historia të cilën është shkru prej Enver Hoxhës ka psu deformime tek ne. Na jemi dëshmitar të kohës të UÇK-s edhe jashtë në kohën tonë, duke qenë ne protagonist vetë historisë, tentojnë që neve të na reprezentojnë fatkeqësisht se jemi gjelat e Serbt janë apo Serbia janë viktim. Domthon e lere mo para sa shekuj kanë, para sa viteve kanë ndodhur kjo. Prandaj nëpërmjet mediumit juaj i thras, feja është çështje private, është çështje personale. Ju lutem, don me nejt në xhami o rre se kërkosh derën nuk ta mshil me zër, ose nuk të ka prun me zër. Po s'do me nejt, o nuk ta mshil derën kërkosh o burr shko ku dush. Ama edhe nëse shkon atje ose ata vinë te na ju thojna, mirë se keni ardhë, mirë po mos e shoj babën tënë që e kitë fes tjetër. Mos e shoj priftin tënë që të ka mësu dedje. Edhe aj prifti duhet me mësu këta i cili shkon anena, mos e shoj burë hoxhën e xhamin se sa s'po të bojnë. O çështje personale feja. E ne duhet ecëm përpara. Ne hoxhallarët, edhe priftërit, jemi gardiant e nderit edhe interesit kombëtar të shqiptarisë deri në ditën e kiametit. Sami Allahu liman hamidan. Allahu akbar.